Të nderuar shikuesi, përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjatë takimit me kryetaren e Bashkisë Alma Hoxha dhe inaugurimit të qendrës së riciklimit nëpërmet, ambasadori BE-s Silvio Gonzato vlerësoi përpjekjet e qytetit për mbrojtjen e mjedisit. Ai theksoi se Shqipëria duhet të harrijë 65% riciklim të mbetjeve deri në vitin 2036 dhe nënvizoi se kapitulli për mjedisin në negociatat me BE-n është ndër më të vështirët, por edhe ndër më të rëndësishmit për të ardhmen e vendit. Drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës Mirela Kumbaro tha se nga 9 nëntori me Gramos Sakon, Tepelena do të çojë përpara iniciativat për qytetarët dhe do të hapë një kapitull të ri zhvillimi. Deklarata u bë gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit, sipërmarrjeve të vogla dhe njësive të shërbimit. Rreth 200 ekzaminime të gjirit janë kryer në 3 javët e para të tetorit në Spitalin Rajonal Omer Nishani. Gjatë ditës së sotme ishte shoqata e Stia Dropulli që kishte organizuar një grup grash për të kryer mamografin. Edhe këtë vjesht, Ksamili mbetet i hapur për pushuesit. Ditët e ftohta dhe moti me diell i lejojnë vizitorët të shijojnë detin, plazhet e qeta dhe natyrën larg zhurmës së verës. Shumë familje zgjedhin këtë periudhë për relaks dhe kohë cilësore me të afërmit. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjatë takimit me kryetaren e Bashkisë Alma Hoxha dhe inaugurimit të qendrës së riciklimit nëpërmet, ambasadori BE-s Silvio Gonzato vlerësoi përpjekjet e qytetit për mbrojtjen e mjedisit. Ai theksoi se Shqipëria duhet të arrijë 65% riciklim të mbetjeve deri në vitin 2036 dhe nënvizoi se kapitulli për mjedisin në negociatat me BE është ndër më të vështirët, por edhe ndër më të rëndësishmit për të ardhmen e vendit. Gjithashtu, ai foli edhe për shumë projekte që BE po realizon dhe mbështet në Shqipëri. Pas një vizite dyditore në qytetin e Përmetit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Silvio Gonzato, zhvilloi një takim në zyren e kryetares së Bashkisë, zonjës Alma Hoxha, për të diskutuar mbi projektet e realizuara me financimin e BE-s, sfidat aktuale dhe pritshmëritë për të ardhmen. Vizitën në Përmet kishim kohë që dëshironim ta zhvillonim dhe me kënaqësi mund të them se në delegacionin e Bashkimit Evropian kryetaria e Bashkisë së Përmetit ka një reputacion shumë të mirë. Gjithashtu ka dhe një ekip të shkëlqyer që punon me ne. Për këtë arsye dëshiroja që të vija në Përmet, që të shikoja nga afër për të gjitha këto projekte që kemi zhvilluar së bashku. Dëshiroja që të diskutonim se si mund të avijonim këtë bashkëpunim edhe në të ardhmen. E fillua me diçka të vogël, por të jetë rëndësishme, e cila është qendra e riciklimit të mbetjeve në Përmet. Kjo qendër do të bëjë të mundur uljen e mbetjeve, do të riciklohen plastik, alumin, letër, qelq, e cila do të ulë ndikimin të mjedisit, një ndikim që është rritur edhe si shkak i rritjes së turizmit. Ndërkaq vlerësoi faktin që Bashkia i ka kushtuar një vëmendje të veçantë turizmit dhe të mjedisit. Gjatë takimit, ambasadori theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me pushtetin vendor dhe identifikimin e prioriteteve të përbashkëta për zhvillimin e qytetit. Në këtë bashki nuk është investuar vetëm në infrastrukturë, por edhe te kapacitetet njerëzore, ku unë vizitova nga afër edhe shkollën këtu afër, e ku mësuesit dhe nxënësit i zhvillojnë që këtu hapat e parë për të mbrojtur mjedisin. Po tregoja atyre që gjithçka që bëjmë më shumë e rëndësishme. Ne vizituam edhe qendrën e pikpongët dhe u kënaqëm me kampionët. Është qendër që kemi restauruar me fondet e BE-s. Janë fondet të vogla, por që ndikimin e kanë të jetë të madh. Sot me kryetaren e Bashkisë patëm mundësi që të diskutonim edhe se cilat janë disa nga sfidat në të ardhmen. Përparësitë e kësaj bashkie janë edhe përparësitë tona. Një nga përparësitë është menaxhimi i mbetjeve. Për këtë arsye ne kemi një projekt shumë të madh që mbulon Përmetin, Gjirokastrën dhe Korçën, që do të thotë që çdo punë që bëhet këtu është pjesë e një projekti më të madh për jugun e Shqipërisë. Një prioritet tjetër është efikasiteti i energjisë elektrike. Përsëri është një përparësi dhe e jona, sa i përket shkollave apo godinave publike, ku ne tashmë kemi dhënë qeverisë shqiptare 50 milionë euro për të përmirësuar efikasitetin e energjisë elektrike në ndërtesat publike. I'm really very positive about Një tjetër temë e rëndësishme e bisedës ishte rinia dhe mënyra për ta mbështetur atë që të qëndrojë apo të rikthehet në Përmet.
And this is a program, run by the government. Një përparësi tjetër për bashkinë është rinia dhe ne diskutuam mënyra se si mund të japim stimuj për rinin, që rinia të qëndroj apo të kthehet nëpërmjet. Dhe këtu sërish tregova zonjës Hoxha që Bashkimi Evropian i ka dhënë përparësi qeverisë shqiptare 50 milionë euro të tjera me garancinë rinore. Garancia rinore është një program i rëndësishëm për rinin, i cili do të ofrojë dhe ka ofruar në zona pilote edhe trajnime, duke ndihmuar ata që të kalojnë nga bankat e shkollës në tregun e punës. It has to lead with the European Union. Nga ana e saj, kryetaria e bashkisë zonja Alma Hoxha vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në zhvillimin e qytetit, duke theksuar ndikimin e drejtpërdrejtë të projekteve të financuara në cilësinë e jetës së qytetarëve. Sigurisht, foku kryesor ishte tek prioritetet tona në të ardhmet, për të qenë të përgatitur për thirrjet e tjera që sigurisht BE-ja do të hap për bashkitë, po pse jo dhe në thirrje të tjera. Ishte një bashkëbizetim faktikisht shumë i frytshëm me ambasadorët. Folëm për shumë sfida dhe përcaktuam edhe pikat dhe rrugët ku ne mund të bashkëpunojmë në të ardhmet. Unë jam shumë besim plot se do kemi një bashkëpunim shumë të frytshëm edhe në të ardhmen me Bashkimin Evropian. Përmeti është sot një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm me partner evropian me mbi 20 projekte të zbatuara falë mbështetjes së Bashkimit Evropian. Drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës Mirela Kumbaro tha se nga 9 nëntori me Gramos Sakon, Tepelena do të çojë përpara iniciativat për qytetarët dhe do të hap një kapitull të ri zhvillimi. Deklarata u bë gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit, sipërmarrjeve të vogla dhe njësive të shërbimit. Drejtuesja politike e qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro së bashku me deputetin Tërmet Peçi dhe kandidatin për kryetar bashkie Gramos Sako zhvilluan një takim me përfaqësues të biznesit, sipërmarrjeve të vogla dhe njësive të shërbimit në Tepelen. Kumbaro theksoi se me qeverisjen e Partisë Socialiste dhe Edi Ramën, Tepelena është pjesë e projekteve të mëdha që synojnë kthimin e potencialeve lokale në ekonomi dhe shndrimin e sfidave në mundësi për zhvillim të qëndrueshëm. Jemi të gjithë dakord që ka qenë një zgjedhje fantastike e kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama që na solli këtu mes nesh për kryetarin në vazhdimsi të bashkisë, shokun ton Gramos Sako. Është një kënaqësi shumë e madhe që marr kur kudo që takoj njerëz në Tiranë, qoftë në qeveri me kolegët e mi ministra, qoftë në parti, në kryesinë e partisë, qoftë tek socialistët e thjesht, ka marrë vetëm lavdërime për zgjedhjen që Partia Socialiste ka bërë për Tepelenën. Është krenari kombëtare, është një aset dhe është një fat i madh për ne që Gramozi e pranoi propozimin e kryetarit partisë për të rikthyer në Tepelenën e tij. Është më shumë e tij se sa imja, po edhe imja sepse kam 12 vjet që të gjithë bashkë ndajmë të gjitha hallet, por edhe sukseset. Deputeti Peçi vuri theksin tek vimësia e projekteve që po zbatohen jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative dhe nënvizoi se mbështetja për kandidatin Sako do të ndihmojë qytetin të çojë përpara iniciativat për qytetarët dhe të hap një kapitull të ri zhvillimi. Me bindjen e thellë se të gjithë së bashku do të vazhdojmë ato investime që i kemi lënë për gjysmë, por shumë investime akoma që Tepelena ka nevojë për njerëz në mbështetjen e përbashkët të gjithë neve për të bërë realitet, për t'i dhënë Tepelenës ato që vërtet i takon. Nga ana e tij, kandidati Gramos Sako prezantoi vizionin për investime, punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm në qytet dhe rrethina. Bashkia nuk do të jetë mbi ju barr, do të jetë partneri juaj. Nëse më jepet besimi për të drejtuar Bashkinë Tepelen, do punoj me frym bashkëpunimi, me qeverisjen lokale ku biznesi i vogël respektohet, dëgjohet, mbështetet dhe jo penalizohet. Çdo ndryshim në paketën fiskale do të bëhet vetëm pas konsultimeve të hapura me ju, me bizneset, me sipërmarrës dhe qytetar. Ju do të jeni një pjesë e tryezës, jo thjesht ata që paguani faturën në fund. Ndaj do të fokusohemi te promovimi i produkteve bujqësore dhe artizanale lokale, mbështetje konkrete për agroturizmin dhe nisma që sjellin vizitorë dhe të ardhura. Do krijojmë një administratë bashkiake të mbështetur te risi digjitale, të ndershme pa burokraci, ku çdo biznes do marrë përgjigje të shpejtë me respekt dhe pasorollati. Do trajtoni si partner dhe jo si aplikant. Modeli ynë do të jetë ai që mbështet,
jo ndëshkon, së bashku për një tepelen që punon për njerëzit e vet. Unë nuk kërkoj vetë votën tuaj, kërkoj të ndërtojmë së bashku një bashki ku ideja e punës ndershme të mos ndëshkohet, por të shpërblehet. Takimi nxori në pa respektin dhe besimin që Sako guxon te komuniteti i Tepelenës, mbështetje që pritet të përkthehet në investime, kantier ndërtimi dhe mundësi punësimi. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve i OSBE-ODIR publikoi raportin përfundimtar për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, duke vlerësuar se procesi ishte konkurrues dhe i mirë menaxhuar, por i zhvilluar në një mjedis shumë të polarizuar dhe me mungesë mundësisht të barabarta mes kandidatëve. Raporti theksoi gjithashtu se administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, ndërsa votimi jashtë vendit i aplikuar për herë të parë u realizua me sukses pavarësisht sfidave dhe organizimeve. Misioni ODIR publikoi raportin përfundimtar mbi ecurinë para, gjatë dhe pas zgjedhjeve të 11 majit në Shqipëri, një kopje të cilit Radio Televizioni Shqiptare disponon, ku dallohen qartë vlerësimet dhe rekomandimet për parlamentin që duhet bëjë një ligj të ri elektoral përpara zgjedhjeve të ardhshme. Vëzhguesit ndërkombëtar vlerësojnë 5 muaj pasi u mbajtën zgjedhjet e 11 majit, se ato ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u mbajtën në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushtet barabarta loje. Megjithatë, thot raporti, kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat lirisht, megjithse disa raportuan se u përballën me kërcënime. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit, thot ODIR, i prezantuar për herë të parë për këto zgjedhje u menaxhua mirë, pavarësisht marrëveshjes së vonë politike dhe miratimit të kësaj mase dhe disa çështjeve organizative. Partia në pushtet vëren raporti përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të postit në detyrë. Korniza ligjore ofron një bazë të mjaftueshme, thot ODIR, për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. Mangësitë dhe paqartësitë e vërejtura zvoglojnë qartësinë e kuadrit ligjor dhe krijojnë pasiguri megjithatë në zbatimin e ligjit në shkronjë dhe frym. Ndërsa disa rekomandime të ODIR janë trajtuar, shumica e të tjerave nuk janë përfshirë në zgjedhjet e fundit parlamentare, thot ODIR. Duke përfshirë ato që lidhen me përbërjen e komisioneve zgjedhore të nivelit të dytë, raportimin e ndërmjetëm mbi financimin e fushatave dhe dispozitat për të siguruar një midis të favorshëm mediatik. Përgatitjet teknike për zgjedhjet u kryen në mënyrë efikase, transparente sipas afateve të përcaktuara në ligj dhe në një mënyrë gjithëpërfshirëse nga Komisioni Qendror. Megjithatë, disa palë të interesuara, thot ODIR, i perceptuan disa anëtar të KQZ-s të politizuar, ndërsa përdorimi i votimit jashtë vendit shënoi një zhvillim të rëndësishëm zgjedhor, organizimi i tij doli shumë sfidues, veçanërisht duke patur parasysh kufizimet kohore të shkaktuara nga miratimi i vonuar i parlamentit. Qytetarëve, thot në vlerësimet e tij mes faqeve, raporti ODIR ju dha mundësi e mjaftueshme për të shqyrtuar informacionin e tyre në listën e votuesve, si personalisht, ashtu dhe në internet. Në përgjithësi, procesi i regjistrimit të votuesve ishte transparent, listat e votuesve u konsideruan gjithëpërfshirëse dhe përgjithsisht të sakta, dhe zgjerimi i të drejtave të votimit për votuesit jashtë vendit shënoi një hap drejt një pjesëmarrje më të gjerë zgjedhore. Fushata në rrjetet sociale, vëren ODIR, nuk ishte e rregulluar dhe nuk u caktua asnjë autoritet për ta monitoruar. Pavarësisht se shumica e partive politike nënshkruan një kod sjellje mbi fushatat digjitale, disa kandidatë përhapën për mbajtje përçarse ose manipuluese. Ndërsa llogaritë e palëve të treta thuhet se përdorën sjellje të koordinuara jo autentike në platformat online për të amplifikuar sulmet kundër kundërshtarëve. Kandidatët përdorën në mënyrë aktive Facebookun dhe Instagramin. Ndalimi i TikTok, vëren raporti nga qeveria, që nga 6 marsi 2025 kufizoi mundësitë e fushatës së disa kandidatëve. Rekomandimet kryesore të ODIR mbi financimin e fushatës mbeten të patrajtuara dhe mangësitë në kuadrin rregullator ndikuan në transparencën e financimit të fushatës dhe barazinë e mundësive për partitë dhe vetë kandidatët. ODIR ka vërejtur dhe mënyrën se si u pasqyrua fushata elektorale në media dhe përfshirjen e kësaj të fundit në të gjithë procesin para dhe pas zgjedhjeve. Sipas këtij monitorimi, RTS ka ndjekur detyrimin ligjor për të ofruar kohë transmetimi falas konkurrentëve dhe vlerësohet për një pasqyrim të ekuilibruar të palëve në procesin e 11 majit. Rreth 200 ekzaminime janë kryer gjatë këtij muaji në Spitalin Rajonal Omer Nishani. Gjatë ditës së sotme ishte shoqata e Stia Dropoli që kishte organizuar një grup grash për të kryer mamografinë.
Është hera e parë për të që bën kontrollin e gjirit përmes mamografisë, edhe pse është 53 vjeç. Nuk e kam bërë ndonjëherë dhe vendosa që ta bëj tani. Jam 53 vjeç, nuk kam ndonjë shqetësim, po dua që ta bëj që të di se ku jam. Sepse këto ekzaminime nuk bëhen vetëm kur ke shqetësime. Po tani e pas të arsyeshme. Burbuqe Lulushi është pjesë e grupit të grave të organizuara nga shoqata kulturore bamirëse Estia Dropoli në nismën e marrë për kryerjen e kontrollit në kuadër të Tetorit Ros. Kemi ardhur sot për bërë mamografin, shtysë e cila është marrë nga shoqata Estia, që e falenderoj shumë, për këtë nismë që ka marrë për neve gratë, për të bërë kontrolle të tilla, që janë shumë të rëndësishme ratë parë për shëndetin, që e lëm bazore, që s'duhet lënë asnjëherë se është primar, dhe duhet shtysa të tilla për të bërë sa më shumë aktivitete për neve femrat, për kontrolle dhe për diagnostikime të tilla. Drejtuesja e kësaj shoqate Olga Paguna thotë se ditën e hënë do të zhvillohet një takim me gratë që kanë luftuar me këtë sëmundje. Do tetor, shoqata organizon në bashkëpunim me Spitalin Omer Nishani vizita falas, mamografi falas për të gjitha gratë. Kemi gra nga Dropulli, kemi gra nga Libohova, kemi gra nga Gjirokastra që kanë ardhur sot, fillojmë sot, do të thënë takimin e kemi në orën 11, po takimet do vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim. Duhet çdo grua të kujdeset për vete, se ja kemi detyrë vetes tonë në radhë të parë, po edhe familjes tonë. Gjithmonë çdo e keqe që kapet që në fillim, atëherë ka shpresa, edhe për këtë shpresë neve do flasim të hënën në orën 7 do bëjmë një darkë të cilën darkë do të ja përkushtojmë grave që kanë dalë fitimtare nga kanceri i gjirit. Në Spitalin Rajonal Omer Nishani gjatë muajit tetor janë kryer rreth 200 ekzaminime të gjirit. Lirimi hapësirave publike nga ndërtimet e palikshme vijon në të gjithë vendin. Në Sarand, banorët kanë vlerësuar aksionin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe Policisë Bashkiake për prishjen e ndërtimeve pa leje, duke e cilësuar si një hap të domosdoshëm për kthimin e hapësirave publike në përdorim të banorëve. Saranda ka hyrë në javën e 5 të aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje, të zhvilluar nga Inspektorati Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake. Ndërhyrjet u përqendruan në rrugën e 4 të qytetit dhe në zonën përballë Komisariatit të Policisë, ku shembën rrethimi pallatesh dhe ambiente të improvizuara që kishin zënë trotuare apo hapësira publike. Shumë banore kanë vlerësuar nismën si të nevojshme, duke theksuar se pas viteve të zaptimeve pa kontroll qyteti po fiton sërish hapësirat e përbashkëta. Objekt që është ndërtuar që në 90 e njëshin me leje ndërtimi, i bler nga Këshilli Bashkiak dhe është ndërtuar, e ka ndërtuar babai, po trotuarin e ka zënë, kishte bërë gabim atere, erdhi momenti që duhet të prishej, se të kalojnë njerëzit. Unë jam e ndërgjeshme se ka më kërkuar vetë të prishet. E mos të flasin njerëzit për komente që është i palikshëm, jo nuk është fare i palikshëm, është me dokumenta të rregullta. Atë kopshin jam atë, kopshin e prishet. Që gjithë mbyllë amore, e kisha për një lullë, për një diçka. Ajo mund të ketë 56 vjetë ka mund që ka martuar me Ilian, që i kisha këtu. Ajo mund të ketë 150 vjetë, shumë vite për para. Edhe pse ka pasur kritika për mungesë transparence dhe dëm shpërblimesh, Bashkia Sarand ka paralajmëruar se aksioni do të vijojë edhe në ditët në vijim në zonat e tjera të qytetit. Edhe këtë vjesht, Ksamili mbetet i hapur për pushuesit. Ditët e ngrohta dhe moti me diell i lejojnë vizitorët të shijojnë detin, plazhet e qeta dhe natyrën, larg zhurmës së verës. Shumë familje po zgjedhin këtë periudhë për relaks, pasi edhe koha është e preferuar për ta. Edhe për gjatë ditëve të vjeshtës, Ksamilit të duket se nuk i mungojnë pushuesit. Janë ditët me diell dhe temperaturat e buta që kanë bërë që pushuesit të zgjedhin në këtë destinacion për të vizituar. Madje ata nuk ngurojnë, edhe të notojnë në ujërat e kristal të këtij destinacioni të preferuar. Moti është i mrekullueshëm dhe nuk ka shumë turma. Uji është ende perfekt për not dhe vendi është shumë mikpritës. Fëmijët po e shijojnë shumë detin, edhe ne po ashtu. Është kënaqësi të vish në Ksamil në vjesht. Ka diell, deti është ende i ngrohtë dhe gjithçka është shumë më qetë se në verë. Mund të shijosh plazhin para ujë dhe pamja është fantastike. Shumë të huaj preferojnë pikërisht këtë periudhë për pushimet e tyre familjare, për të shijuar qetësinë dhe bukurinë e zonës larg fluksit të verës.
Yes, it's okay. Për mua kjo stin është ideale për të larguar nga ritmi i përditshëm dhe për të rifituar energji, ndaj e zgjodhën për pushime. Ka edhe çmime më të lira se ato që mbizotërojnë gjatë verës. Children friendly. Just 2 hours flight. Zgjodhëm vjeshtën sepse është më e qetë dhe nuk ka shumë njerëz. Për mua kjo stin është perfekte për pushime, relaksuese me familje. Nice people, yes. Vjeshta në Ksamil vjen ndryshe, me më pak zhurmë, por me të njëjtën magji që e bën këtë vend të veçantë. Bukuritë natyrore dhe klima e ngrohtë bën Ksamilin një destinacion që sfidon sezonin, duke dëshmuar se pushimet në jug nuk mbarojnë me verën. Kalaja e Borshit, një nga monumentet historike të Rivierës, pritet të marrë jetë të re. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit bëri të ditur se shumë shpejt do të nisë projekti i restaurimit që synon të ruajë trashëgimin dhe të rrisë përvojën turistike në këtë zonë. Projekti i financuar nga Banka Botërore dhe i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Himar parashikon konservimin e strukturave, restaurimin e xhamisë brenda kalas, si dhe ndërtimin e monopateve, paneleve informuese, një platformë vëzhgimi dhe ndriçim artistik. Kalaja, që ngrihet 500 metra mbi nivelin e detit në kodrën e Sopotit, dallon në shekujt e 4 dhe të 3 para Krishtit dhe ofron një pamje mbreslënëse të Bregdetit të Borshit, një destinacion ku natyra, historia dhe turizmi bashkohen në mënyrë unike. Poeti Mufit Çeli sjell për dashamirësit e poezisë librin Mbi supet e rufeve. Me këtë botim, Çeli e çon në 9 numrin e librave me vargje, të cilët i kushtohen dashurisë së natyrës dhe vendlindjes, një pjesë të cilave janë kthyer në këngë. Për çudi edhe në gjumë, ti mi kesh vjen e më zgjuan, më shlodhe më vë në punë, herë që ndis e herë luan. Vjen qetë e pa bërë zhurmë, ku do që jam më gjenë. Më bie mendime shumë, ti mi kesha ime pen. Janë këto vargje të poezisë ti mi kesha ime pen, me të cilat poeti Mufit Çeli nis librin e tij që së fundi ka dalë nga botimi, të titulluar Mbi supet e rufeve. Lexuesi gjen në faqet e tij 111 poezi, kushtuar dashurisë, vendlindjes dhe politikës. Lexuesi do të gjej vjershërime dhe poezi të lirike, kushtuar labërisë, kushtuar vajzës labe, këngës dhe valles labe, do të gjej për figura të shquara që kanë lënë gjurmë në histori, si Çelo Picari, Ali Pasha e të tjerë, do të gjej për të rënët, po parë në një këndvështrim tjetër që ata edhe pse dhanë gjën më të shtrenjtë jetën, nuk e pan ashtu si që duhet, si që dëshironin ata ardheun e tyre. Po kështu, edhe për politikën, në disa poezi. Shkrimtari Çan Onora e vlerëson krijimtarinë e poetit, vargjet e të cilit tashmë janë kthyer në këngë polifonike. Këllimi i fundit me titull Mbi supet e rufeve është me poezi. Mufiti është autor i mbi 500 tekste të këngëve lave, nga të cilat janë kënduar dhe këndohen nga grupet kryesore me fjalën gjithë jugun, që nga Vlora në Saran. Por të mos lëm jashtë vëmendjes bardin e polifonisë Lefter Çipën, ka bërë një tekst Mufiti dhe është kënduar nga grupi Saradës, që këtë themi sepse është suksesi më i madh i Mufitit në drejtim të polifonisë. Asnjë poezi e këtij autori nuk është e tepërt në këtë libër, por secila prej tyre është një halk e artë në zgjirin poetik të tij. Mufiti ka bërë një punë të mirë për mbrojtjen e vlerave tradicionale të labërisë edhe të Gjirokastrës. Libri është konceptuar në 3 pjesë. Pjesa e parë ka poezi lirike, poezi për vendlindje dhe pjesa e tretë është për politikën. Mufiti vetë nuk merret me politikë.
Nuk i shmangit politikën, nuk e ka qef politikën, aman kur shikon dhe që mandurit e politikës sot të politikanëve, atëre merë lapsin e pre hol dhe i fut në kornizat e satirës dhe të humorit. Me këtë libër, Mufiçeli e çon në 9 numrin e botimeve, të gjitha me poezi. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në takofshim.